Kjo që po prodhohet periudhën e fundit, a quhet ilahi ose janë këngë shpirtërore? Domethënë se kjo është dilema më e madhe dhe ne kur prezantojmë nuk e dim ta prezantojmë si ilahi, meqense ka shumë ritme, janë këngë shumë ritmike, edhe pse teksti dhe mesazhi vazhdon të jetë shumë shpirtëror dhe i ndjer, por që tani na sqaron pak të dilemë nga krejt ajo që flitet në komunitetin tuaj artistik. Ashtu, fakt ne kemi edhe këtë problem kur vim të sqarojmë se çfarë lloj të muzikës ne jemi duke prezantuar. Në fakt terminologjia nuk është diçka që ne e kemi prodhuar. Na mundohemi nëpërmes terminologjive, duke i shpreh veten nëpërmes terminologjive të arrijmë qëllimin e ta sqarojmë atë punë se çysh e bëjmë edhe çka e bëjmë. Ne këndojmë kënga shpirtërore. Kemi më tepër tema të cilat janë shoqërore, të cilat janë pozitive. Fen el hadif i thojnë arabisht, për shembull, kur thuhet diçka pozitiv, çka jep mesazhe pozitive, për shembull, optimizëm. Nuk ka diçka që ndikon tek shoqëria negativisht. Diçka që për shembull shamet na nuk e kemi. Ose abuzimet, ose motivimi i rinisë për konsumimin e drogës, ose themi këto janë këtë kënga për shembull të cilat ne duhet të jemi larg asajna, sepse janë akte negative. Na i kemi njerë punimet tona, gjithë ato janë pozitive, plus i kemi edhe atë anën shpirtërore. Është ilahi kur themi, kjo është diçka që u ka pranuar tek ne vetëm ato këngë të cilat këndohen për madhërinë Allahu xhalla shanuhu, për përmendjen e tina, zikri, ose për lavdatat për pejgamberin ton alayhisalatu vesselam. Këto janë ilahijet, kurse unë sipas mendimit tim dhe sipas mendimit shumicës e artistëve, këto janë pjesa e këngave, sepse këndohen këto. Po pra, ka një ritëm, sërisht edhe një melodi ka. Një melodi. Edhe shti, asajna na kur ja bashkangjitim temat, për shembull, këndon një këngë për dhunën, kundër dhunës, këndon një këngë ku e shprehti dashurinë tënde ndaj nanës, për shembull, ose dashurinë tënde ndaj shoqës me të cilën ti e jeton jetën bashkë me atë. Ose për shembull, ti këndon ndonjë këngë për shembull për ndonjë temë e cila është shoqërore, për shembull. Jep ndonjë mesazh, për shembull çështja e gazës, për shembull, çka ishte. Unë reagimi jam ishte me një këngë. Çka u sqaru ajo puna se çka po ndodh, është një zullum çka është ndodh aty atje. Edhe na pra këto projekte kanë fuqi që të përçojnë mesazhe shumë të forta në gjithë botën. Na këtyre çka kena më thon, a kënga a ilahi. Normal që edhe tek njerëzit kjo është një habi, ato habitin shtja, është këngë, a është ilahi. Unë e tham, gjithë ajo këto janë kënga fakt, pse këndon me melodi këndon këto tekste. Është thjesht çështje terminologjisë, shumë mirë. Çështje e terminologjisë, sepse kur hym në ato zhanrat e muzikës, aty do t'i hasim për shembull në përpunimet tona, janë ato të klasike, ato janë për shembull me tinguj të muzikës pope, për shembull,